Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes tu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kadanxhiu dhe së bashku ditën e sotme në emisionin Intervista e ditës do të kem të ftuar avokatin Idait Beqiri, të cilin kam të pranishëm këtu në studio. Zoti Beqiri, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi është jona. Gjithashtu do të kem dhe në një lidhje të drejtë për drejtë avokatin Zaçi Islami, gjithashtu dhe atë përshëndes. Përshëndetje zoti Islami. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi është jona që ndodheni pranishëm ditën e sotme dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë në studio qendrore këtu në Dritare Televizion. Të nderuar shikues, ditën e sotme do të ndalemi tek zhvillimet politike ku ditën e dieshme SPAK-u i ka kërkuar Kuvendit të Shqipërisë të heqë imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Zoti Beqiri, si e komentoni ju këtë proces? Problemi është që SPAK faktikisht ka marrë dy masa, një mas sigurimi ndaj Belinda Ballukut edhe një mas ndalimi. Masa e sigurimit ishte detyrimi për të mos u larguar nga vendi, do më thënë ju hoq pasaporta dhe s'ka drejt lëvizi jashtë shtetit. Ndërsa masa e ndalimit ishte pezullimi nga detyra e ministres edhe të zëvendës kryeministres. Në fakt, kjo e dyta, u bë, si që dim, objekt në gjykatën kushtetuese, sepse u konsiderua nga pushteti ekzekutiv i vendit, që është një mas që nuk duhet merret, sepse nuk duhet pezulluar sipas qeverisë ministri dhe zëvendës kryeministri, sepse kushtetuta e Republikës në 103 i saj e barazon imunitetin e ministrit me atë deputetit. Dhe derisa kodi procedurës penale, thot që deputetit nuk mund të pezullohet nga detyra, nuk do të pezullohet as ministri. Dhe përjedhoj, gjykata kushtetuese e ka pezulluar faktikisht këtë vendim të GKK-s, duke e lejuar që të vazhdoj detyrën zëvendës kryeministria edhe ministria e infrastrukturës, derisa të shqyrtohet çështja në gjykatën kushtetuese. Gjyqi në gjykatë kushtetuese është caktuar, gjyqi themelit, që do shikoj është në përputhje me kushtetutën apo jo, vendimi i gjykatës së shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar, që duhet pezulluar as duhet pezulluar ministri edhe zëvendës kryeministri nga detyra, me një vendim, domethënë të gjykatës, apo jo. Në këtë, domethënë e prisnim faktikisht që në datën 22 të zhvillohet, 22 janar, ky gjykim edhe merr drejtim kjo çështje. Pikërisht në këtë moment, pra pa u pritur që të zhvillohet ky gjykim, ne shikojmë që SPAK ka kërkuar faktikisht të hiqet imuniteti Belinda Ballukut, zëvendës kryeministres, me arsyetimin që ndaj saj do të rëndoj masën e sigurimit. Domethënë kërkon që t'i japja saj si mas sigurimi arrestin në shtëpi ose arrestin me burg. Dhe do të shqyrtohet në parlament kjo kërkesë. Tani, a është vendimi drejt, domethënë, edhe qëndrimi drejt, hapi drejt, ky që ka bërë SPAK, sipas vlerësimit tim nuk është hapi drejt. Në radhë parë bëhet fjalë për një mas sigurie. Domethënë, këtu nuk diskutohet që ka fajsi apo nuk ka fajsi zëvendës kryeministria, do dënohet apo nuk do dënohet. Ajo është në proces hetimi dhe hetimi do bëj punën e vet. Këtu bëhet fjalë për masën e sigurimit. Domethënë, është normale një qëndrim i tillë që ti e more një masë sigurimi. Dhe tashmë i ke thënë parlamentit që janë shtuar veprat penale ose janë shtuar disa episode të tjera, sepse unë ja dhash të ma sigurimi që të mos dilte jashtë shtetit, vetëm për atë, domethënë, çështjen e tuneleve të Llogaras. Atje, domethënë, ajo ka ndikuar në mënyrë të paligjshëm në tender dhe përjedhoi për këtë ja dhash masë e sigurimit. Por tani, thot SPAK, ka ndalë edhe disa problemet të tjera që lidhen me disa lote të Tiranës, domethënë të rrugës këtu të Tiranës, edhe këto lote, domethënë
që janë tenderuar dhe këto janë 7, domethënë të tilla, të 7 janë problematike, gjithmonë për unazën bëhet fjalë. Janë problematike dhe janë një lloj si ajo e tuneleve të Llogaras. Dhe për jedhoj tani unë do të marr një mas tjetër sigurimi, thonë, domethënë këta të SPAK. Në radhë parë njerë, është mirë që SPAK, jo zjarë për zjarë, domethënë me që e pezulloj vendimin e gjykatës shkallës parë, gjykata kushtetuese ti me njerë është i hidhesh në sulm për një mas tjetër. Lere njerë që të ftohetin që këtë çështja në çfarë aspekt? Në aspektin që ta gjykojë dhe gjykata kushtetuese mund ta quaj vendimin që ke marrë ti në gjykatën e shkallës parë të drejtë. Të thotë që po, pezullohet zëvendës kryeministri, po, pezullohet ministri. Pra është kushtetues vendimi. Pavarësisht që unë e pezullova përkohësisht, por në themel, domethënë nuk ka drejtë qeveria. Ose mund të thotë kundërtën që është antikushtetues. Pra, në radhë parë prite njerë këtë vendim. Fakti që nuk e pret, nuk tregon pjekuri të organit të akuzës së SPAK-ut, sepse është institucion jashtëzakonisht i rëndësishme, do të jetë i pjekur. E dyta, nuk tregon pjekuri edhe nga pikpamja juridike, se kur bëhet fjalë për një mas sigurimi, pra që ti ja ke dhe një mas sigurimi mos dali jashtë shtetit, atëre ti nuk është problemi se e akuzon këtë për vjedhje bie fjala, ose e akuzon për korrupsion pasiv, ose e akuzon për shpërdorim detyre e tjera. Atëre po të ishin akuzat të reja, që do nxirri akuzat të reja, atëre thua që kanë dalë, domethënë edhe mua cilësimi juridik më ndryshon, sepse po shtohen vepra tjera penale që kjo ka kryer përveç ndikimit në tendera, dhe përjedhoj po kërkoj këtë mas. Por ty si vepër penale, si akuzë ka ngelur e njëjta, ajo e neni 258 të kodit penal, pra shkelja e barazis në tendera. Derisa është kjo, domethënë kjo vepër penale, episodet janë episode, po brenda veprës penale janë. Një vepër penale mund të ketë 30 episode, po përsëri është e njëjta si vepër penale, pra nuk e pse e bën një gjë të tillë, se është sforcim i madh. Kjo tregon domethënë që ka diçka që s'shkon, domethënë në këtë mes. Edhe vetë SPAK duhet ta kuptojë një gjë të tillë. Por nga ana tjetër, në situata të tilla kur bëhet fjalë për këto masat e sigurimit, ne gjithë bota po na thotë që jemi vendi i parë në botë, duhet jemi neve në botë. E theksoj jo në Europë, po në botë, që për nga pikpamja e masave të sigurimit arrest me burg pa afat, ne në 90% të rasteve japim masën e sigurimit arrest me burg pa afat. Për çdo lloj personi mjafton domethënë që të ketë bërë një vepër penale, edhe ato masat e tjera, duke filluar nga kjo që tham, domethënë detyrimi për mos dalje jashtë shtetit, detyrimi për paraqitur para oficerit policisë gjyqësore, garancia pasurore, pastaj vjen arresti në shtëpi e arresti me burg e jashtëzakonshme si mas, ne të jashtëzakonshme kemi bërë të zakonshme. Po pse që nga e thënë që vetëm arresti me burg beka efekt? Nga ana tjetër, pastaj, ti duhet i lesh, domethënë si organ akuze, je organ i një pushteti të rëndësishëm në këtë vend. Duhet i lesh hapësirë edhe gjykatës, nesër që ta ushtrojë edhe ajo veprimtarinë e vetëm përputhje me ligjin, edhe që të jetë e pavarur gjykata në vendin e drejtësisë, e vendimit. Dhe po ti po i futet tërë në burg, ti ja lidhe duart gjykatës, sepse gjykata pastaj nuk jep dot alternativa tjera dënimi, sepse ti e futen në burg. E çfarë do bëj tani? Po ta nxjerrë gjykata, fillojnë ulërimat, edhe mediat e të gjitha, që prokuroria i fut, gjykata i nxjerr në burgu e tjera. Kështu që në këtë aspekt ti tani, derisa ketë bësh me i vepër penale që në maksimumin e dënimit është 5 vjet, se këtë vepër ke, po të kesh tjera dakord, po nuk ke tjetër vepër penale. Atëherë derisa ke këtë vepër penale dhe që maksimumi është 5 vjet, ligji jon në 59 i kodit penal thot në rastet të tilla thot kur dënimi është 5 vjet e poshtë, gjykata mund të japi dënimin me kusht. Domethënë, të mos ekzekutohet, të mos zbatohet dënimi me burg, po të vejnë në shërbimin e provës. Pra, ti tani lerja këtë alternativë gjykatës, jep një mas sigurimi tjetër, edhe gjykata pastaj mund të bëjë një politikë të tillë penale e tjera. Të tëra këto duhet të kishin parasysh dhe nuk u patën parasysh. Pse nuk u patën parasysh? Mund të them edhe
Më tej në rast se do më pyesni. Të kalojmë pak në këto momente dhe tek avokati Zaçi Islami, i cili e kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Islami, ju si e komentoni çështjen e SPAK-ut, i cili ka kërkuar heqjen e imunitetit Kuvendit të Shqipërisë për zëvendës kryeministren Belinda Balluku? Dy masa dy qëndrime. Për pushtetarët kemi tjetër ligj dhe për qytetarët kemi një ligj tjetër. Unë pyes kolegu që keni atje në studio. A ka zbatim këtu neni kushtetutës që thot të gjithë qytetarët janë të barabartë përpara ligjit në rastin e kësaj zonjës? Po, përgjigjem unë. Jo. Po se më pyete. Në këtë rast, ja të mu s'ka, ajo është pyetje retorike. Ndërsa lidhur me SPAK-un, SPAK-u ka përgjegjësinë themelore këtu, po jo në këndvështrimin që i japin zotërinj e pushtetit, po në këndvështrimin që i jep qytetari dhe që i jep drejtësia. SPAK-u zotërinj, në qoftë se ka probleme dhe në qoftë se ka fakte që ajo zonja ka vjedhur, automatikisht në momentin që e shpallit pandehur duhet i kishte vënë byzylykët të duar. S'ka këtu dy masa dy qëndrime. O ka vjedhur o s'ka vjedhur. E nuk na duhet neve kujt ja dha tenderin e si ja dha. Tenderin mund ta marr Zaçia, mund ta marr X, mund ta marr Y, s'ka sigurisht do ta marrën se ka që rruga do bëhet. Problemi është këta hahen për copa, për kocka. Hahen si qëndë të korit, kush do marrë tenderin. Dhe për këtë kanë të gjithë luftën zotërinjtë e pushtetit. Për të mos vajtur pasaj tek fjalori dhe tek dialogu që sot u botua dorën në media, se si i drejtohet kryeministri ministres së tij. Këta një bandë rrugaç. Këta një bandë e struktuar kriminale në pushtet, të cilët një orë më parë duhet të qërohen tiki nga pushteti, sepse vetëm po vjedhin, vetëm po grabisin, vetëm po shkatërrojnë, vetëm po e shesin Shqipërinë, dhe asnjë gjë tjetër deri më sot nuk kanë bërë asnjë gjë pozitive që ky popull të ketë një farë respekti qytetari për ta të modali se diçka po bëhet. Jo zotëri, këta janë të gjithë bashkë dhe hanë të gjithë bashkë. Dhe po e them dhe një tjetër, me që kanë kërkuar që ka quar kërkesën e SPAK-ut në parlament për të hequr imunitetin. Dhe sikur të heqin imunitetin këta të bëhen bashkë Partia Socialiste. Në fakt janë të tërë komunistët shqiptarë, por s'ka socialistë e demokratë aty, ka vetëm komunistë. Do ngrihet gjysma tjetër e Sali Berishës dhe do ta mbështesë Edi Ramën që asaj të mos heqet imuniteti. Pse? Sepse kanë vjetur bashkë, kanë ngrënë bashkë, po hanë bashkë, i ndajnë bashkë. Dhe këtu nuk ka asnjë avokat që t'i mbrojë këta në vjedhje dhe në grabitjet dhe në krimet që bëjnë karshi këtij vendi. U lumt, u shkon gomarinor, themi ne ande nga neve, kolegu e kupton mirë këtë fjalë, dhe vjedhen edhe mirë bëjnë. U lumt, populli nuk ngrihet. Dhe nëse do ngrihej nga opozita u bë kaq të kohë që s'ka më opozit, ka mbaruar dhe mirë e ka gjetur, sepse vuri në krye një komunist Sali Berisha, një ultrakomunist dhe kriptokomunist natyrisht, dhe e bëri e shkatërroi opozitën. Atë detyrë mori Sali Berisha kur u vetemrua kryetari i Partisë Demokratike, duke eliminuar gjatë rrugës dhe gjithë kolegët e tjerë konkurrent të mundshëm për t'i dhënë karriken, dhe e shkatërroi të djathtën e mirëfillt shqiptare. Pra, këta aktualisht banda e hajdutëve të Edi Ramës po vazhdon të gjejë terren të lirë edhe nga e ashtu quajtura kushtetutë që si kanë mbetur gjë, as skeleti nuk i kanë mbetur më kushtetutës së hartuar nga Janullatua, nga më armiku dhe nga manti shqiptari që ka kaluar në një të troje. Pra, këta ku e mbështesin, kanë bërë ligje të tilla me qëllim që në çdo rast veten e tyre ta përjashtojnë nga përgjegjësia para ligjit. Pra mund të vjedhë ajo zonja, mund të vjedhë kryeministri, mund të vjedhë Arben Ahmetaj, mund të vjedhë cilido që mund të vjedhë, se ka dorë, ka lekun e popullit në dorë, dhe nuk dënohet sepse na qenë ka ministër, na qenë ka deputet, na qenë ka ku ka morë zotëri, kur ka ministër e deputet para krimit. Ka vjedhur, do përgjigje, do arrestohet, do futet në burg. Ska për një qytetar shqiptar, ai fëmia atje futet për një cigare hashash dhe kalbet në burg 10 vjet, 12 vjet. Ndërsa kjo që vjet miliona, kjo s'ka gjë.
ka imunitet edhe nuk mund ta heqim. Zotëri i nderuar gazetar, nuk ka imunitet për Hajdutin. Spaku është evonuar. Unë pretendimin e kam për Spaku. Spaku sot e 6 muaj duhet ta kishte arrestuar këtë zonjën. Duhet i kishte arrestuar të gjitha, por nuk arreston sepse edhe Spaku është brenda lojës me Edi Ramën. Dhe Spaku që ja krijon këtë mundësi dhe këto klauzola që të shpëtoj dhe të dal nga prangat. Spaku është përgjegjësi kryesor. Është i vonuar shumë në këtë kërkesë që ka bërë. Tani problemi është që duhet flasim, duhet flasim me ligj, duhet flasim si e kemi kodin penal, si e kemi kodin e procedurës penale, jo me zhargone, ne mund të themi që ka vjedhur, po nuk e akuzon ata, po e akuzon Spaku për vjedhje, po e akuzon për shkelje të barazisë në tendera. Ligjin dhe kodin e kanë bërë për të vjedhur, për të shpëtuar vetë. Po mirë, rregull, dakord. Dhe kjo është akuza, derisa kemi këtë akuzë, atëre bik të bazë merret dhe masa e sigurimit ndaj një personi. Po ka prova. Dhe nuk mund të flitet që ajo derisa ka vjedhur, domethënë ne rruga i themi ka vjedhur ajo. Kurse Spaku thot me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, nuk është një lloj vjedhja me shkelje e barazisë në tendera. E para. E dyta, para ligjit gjithë barabartë. Ne këtë po themi, që absolutisht asnjë nuk duhet të merret edhe për gjëra, domethënë të tjera, që dënimet mundet jenë në maksimum 5 vjet burg, bie fjala, edhe ti marrësh me mas sigurimi arrest me burg. Pse duhet ju ushqejmë neve këta njerëz? Kur nesër gjykata mund t'ju japë edhe një dënim tjetër këtyre. Pra, në këtë drejtim nuk duhet jetë masa e sigurimit arrest me burg vetëm. Po vazhdon të bëhet zhurmuesi, po duro njerëz, i lën ram. Po durohet të flasun unë kur folë ti nuk të ndërpreva. Po durohet njerëz se bërë. Nuk të thash gjë. Po folë, të ndërpreva unë. Po çfarë të edhe një. Këj që këtë dukat në shikur flet tjetër, të mbaroj ju pasaj folti. Pra, në këtë drejtim e kam fjallën, që Spaku nuk e akuzon, si që thash, as për vjedhje, as për shpërdorim detyre, edhe as për korrupsion pasiv. Derisa nuk e akuzon për këto, ne themi tani që pse po vepron në kundërshtim edhe me veten tënde, sepse sa e more një mas sigurimi për te, çfarë ndryshoi që ti po vrapon, çfarë patë ti, pse gjykata kushtetuese tha pezullimi, me të drejtë tha gjykata kushtetuese se do ta gjykojë çështjen. Çfarë të ndodhi tyja që po vrapon? Atëre vrapimi këtu është ka 2 arsye që vrapon. E para, që ti nuk e kupton institucion, nuk e serioz në institucionin që drejton, që ky institucion nuk drejtohet me hakmarrje primitive dhe me nervozizëm, me që ma bëm mua kështu ma kundërshtoj vendimin, di unë si ta bëj, se kam në dorë tani që të kërkoj edhe atë heqjen e imunitetit edhe që të arrestohet. E para njerë që nuk e ke ndorë ti arrestimin. Pra, ti e qonë për të hequr imunitetin, do vendosi parlamenti. Parlamenti mund vendosi nesër që të mos heqet imuniteti. Pse? Kjo nuk do të thotë që parlamenti e morin mbrojtje. Jo, hetoj, thot, deri në fund. Basi të mbaroj qëtimin, basi të marrësh provat, kopsitit gjitha dosjen, beja ashtu si që duhet, me bazë ligjore me gjitha, qojë në gjyq të gjykohet e dënohet, dhe të dënohet mbi bazën e provave, dhe pastaj ajo, kur merr vendimi formën e prerë vetë në burg, e do vetë bëj burgun. Në të kundërtën, po u veprua kështu, siç po veprohet, me këtë nxitim, me këtë papjekuri edhe juridike, tek masa e sigurimit, atëre ti i lësh shkas shtetasit shqiptar, kushdo që tjetë ai kryeministër apo qytetar i thjesht, që kur të vejnë në Strasburg, ata të thonë, po pse s'ja ke respektuar të drejtat që ka në procesin penal, përse i ndryshove, do më thënë këto masën e sigurimit tjera, pse i jep një masë në jashtë proporcionit që duhet, kur ti e ke ndorë hetimin, vazhdoj hetimin, gjykoje me prova edhe dënoje po të vi problemi,
dhe pastaj atje dënojmë ne shqiptarët tek Strasburgu. Se ajo gjoba që jepet shtetit shqiptar është gjobë që na jepet neve, se ne e paguajmë. Ne jemi taksapaguesit që paguajmë atë. Pra procesi duhet jetë ligjor, nuk duhet jetë dru me pre. Si thot Zaçja. Zaçja thot hajde primitivitet thot, po dalë se kemi nuk e kemi bërë në shkollën, nuk e kemi bërë shkollë Plepash, kemi bërë shkollën e Nazmi Pezës, e të Grigor Gjikës, edhe të personaliteteve, Luan Omarit e tjerë, kemi bërë në shkollë Plepash, që flasim që. Dikjo, i nderuar gazetar, do në lejoni dhe në flasim, apo do ma... Po foli ti gjithkohën, ti nuk ndalove, se mos ndalove ti, ti atë punke, ti foli gjithkohën sa flisja unë, ti vazhdonje. Ta një folë ti nuk të le unë, të flasësh ti. Kjo është normalja? Kjo është edukata? S'kam që atë të bëjse dhe jemi largë, po i drejtojmë gazetarit, i nderuar gazetar. Në rregull zoti Islami. Dhe unë të përmjetësisht ju drejtojmë gazetarëve shqiptar. Do kalojmë drejt për drejt direkt me ju, zoti Islami. Qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë. Po. Më fal, mund të flas. Po pa diskutim. Qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë dhe duhet të shikojnë dhe i kanë syt në ballë që SPAK-u po bën një lojë të dyfisht. Nga njëra anë bën sikur e akuzon dhe bën gjithë këtë tymnaj për të hedhur hi sy qytetarëve, dhe nga ana tjetër i jep mundësinë objektive, juridike asaj që të shpëtojë dhe të mos jap llogari, të mos përgjigjet. Pra, është SPAK-u fajtori themelor që e ka ngritur dhe akuzën e parë dhe të dytën e ka ngritur në ajër, në qiell. Dhe nuk ka gjetur asi provë, ose nuk na ka paraqitur asi provë, qoftë neve, qoftë në gjykatë, kudo që ka vajtur, që ajo zonja ka vjedhur ose ka shpërdoruar, ta themi më mirë, fondet publike. Dhe për këtë duhet arrestuar dhe dënuar ajo dhe gjykuar. Edhe jo se ka shkelur tendera, se tenderat janë fjalë najër, është se ajo shpërdorimi i detyrës, se këta i kanë bërë ligje të tilla kasile, komunistët shqiptar, i kanë bërë ligje të tilla që në çdo kohë udhëheqja e shtetit mos të marrë përgjegjësi. Në kohën e Enverit, kushdo që shkelte ligjin për 2001 lek, po të vjedhë 2001 lek, veje 20 vjet burg. Ndërsa këta sot mund të vjedhë gjithë Shqipërinë, si që kanë vjedhur, si që vjedhë ditë për ditë, si që vjedhë pronat e shqiptarëve me VKM pa fund duke kthyer nga private në shtetërore dhe pastaj se ti në janë thua që këta komunistët thua ti, po s'kena komunistë këta, kur bekan kështu, se Enveri thua ti për 201 të dënonte. Kurse këta është komunistët e tanishëm thua ti, po s'janë komunistë pastaj. Sepse o janë komunistët dënojnë për 201, o janë nuk shkojnë kjo punë, e trazove keq. Nuk të lëun ta interpretosh si fjalën time. Po jo kështu e the ti, jo unë. Por nuk e interpreton dot fjalën time ti për një arsye të thjeshtë. Qytetarët kanë syt në ballë. Ne dim që sot në Shqipëri mbretërojnë komunistë e Enverit. E ke Balluken në besin e Beqir Ballukut, e ke të motrën në atë... Po Beqiri u quajt armik, ma u pushkatuar është, akoma do të pushkatori dhe këtë vajzën në besin e tia. Ashtu, po i bini Nesip Ibrahimit, që sekretari që vajti në gjykatë kushtetuese. Po prandaj është meritokracia tani nuk do të bëjmë biografi prapë. Ore ti mire ke ti si komunisti mirë që jetë shkonujt në artën dhe dakor të jemi të klasë për shqiptarë. Unë ti e diti që vetëm komunist nuk kam qenë, unë komunist patesër. Unë isha armiki i asaj partijese. Ndryshe nuk përjashtori në partija ta po mos isha armik. Zotri, tani e njohëm njëri tjetrin, unë nga afër nuk të njoh, po të njoh si kolegë kështu, po nga afër nuk të njoh, po ditë të them këtë që nuk e bën dot avokatin e këtyre sot. Po s'po bëjmë avokatin e ti vetë po the, sa po the vetë, që këta të SPAK-ut se kanë ndërtuar mirë akuzën. Këta të SPAK-ut po bëjnë gabime tjera. Këte po them edhe unë. Unë këte po them që SPAK-u ka gabuar rëndë. Dhe në ana tjetër, e di ku është gabimi mirë rëndi SPAK-ut. Gabimi mirë rëndi SPAK-ut është që nuk po merret me objektin e punës vetë, nuk po merret me objektin. Objekti ti është të luftoj korrupsionin e lartë shtetëror dhe krimin e organizuar. Dhe për këtë u krijua SPAK-u. Dhe përjedhoj në këtë vend ka ndodhur korrupsionet jashtëzakonshme. Unë po e shtri dhe se ti ke një moshë që i mban mend shumë mirë. Korrupsioni nisi
me drurin e arrës të Sali Berishës edhe të atia Genc Rullit me shok. Korupcioni nisi me Arsidin, e ke parasysh skandalin Arsidi. Korupcioni vazhdoi me vjedhjen e Florinit Krapës. Korupcioni vazhdoi me rrugën e Kombit, që i doli kostua na 500 milion, 230 milion euro i vodhi atje Berisha me Bashën, dhe i vajti kostua 1 miliard e 400 milion euro dhe s'ka mbaruar akoma, gjysma ka mbaruar. E saj, korupcioni vazhdoi me privatizimin e Petrolit, që 14 miliard dollar ja mori Shqipërisë, shqiptarve, ty edhe mua, ata të bankes Petrol, dhe ata të vetme gjë që kanë bërë, të vetme njeri që kanë pasuruar ajo bankes Petrol, ishte vetëm që jepte na 500.000 euro vit për vit Liri Berishës dhe fondacionit Fantazën të saj, dhe kaq, ti dhe unë me gishtë goj. Pra me këto të merret Spaku. Kjo është detyra kryesore e Spakut, me Gërdecin, me Insenjanarin, jo me voglima, jo me brek, me konfeksione, edhe me Beremir Tenderin se Beremir Tenderin. Përse shkojnë në burg Fatosnan, zotëri, pse u dënua? Vajti në burg politik, pra asgjë. S'kish bërë asnjë gjë. Mbaroj filmin, mbaroj biseda me ty. Po mbaroj se unë flas me institucione, nuk flas me rrugë. Unë flas me institucione. Edhe institucioni bazë është gjykata e lartë që i dha pafajsin edhe i dha dhe lekë të burgimit pa drejt. Institucioni e Shtetit Bashkuar të Amerikës që i quajtën të burgosur politik. Institucioni është Amnesty International që tha është i burgosur politik. Kaq, kurse ti merr me rrugën, ka vjedhur tu aty. Po pse rrugë jam unë? Propaganda aty apo çka ke dalë? Po ke dalë për propagandë, vazhdo bëj emisionin vet. Po se është propagandë jo, këto janë fakte. Ti po flet kot. Ti je jurist, nuk do të flasësh ti si jurist, të thuash të dënuar për vjedhje. Po se është dënuar më mori pafajësinë. Kriminale juaja. E di ti çdo të pafajësia apo s'di? Kush do më mësonte thuaj? Mirë, dakor. Ka marrë pafajsin, mori lekë të burgut pa drejt, Fatosnanua. Si thua ti është dënuar? Nga kush u gjykua? Nga kush u gjykua? Nga gjykata e Shqipërisë, e Republikës Shqipërisë. E një shteti që po futet në Bashkimin Evropian. Nuk u gjykua nga rruga. Akoma me dënglat e Bashkimit Evropian jut. Je mirë na mund të koksi apo si? Pse? Akoma Bashkimi Evropian që njëri shqiptar të po u thash mos bën propagandë, fol si jurist. Po pse edhe Bashkimin Evropian do marrim po në rregull, do ikim me mendjen tënde pastaj. Edhe Bashkimi Evropian që nga kështu rroft mendja e Zaçes. Po me mendjen e Zaçes ku do jemi o dërzi Lena? Me Bashkimi Evropian. Ai Bashkimi Evropian që të bëri ndryshim ato njohin e gjinisë, ai Bashkimi Evropian që të martoi burrat me burra, që të martoi gratë me gratë, ai Bashkimi Evropian që të bëj çfarë flet Bashkimi Evropian, akoma diskuton Evropën. Kena një jetë të flasim për temën sepse Zaçi i ka të përgjithshme, i ka kështu global, nuk ka gjë konkrete. Zot Islami, kam një pyetje të drejtë për drejt për ju në këto momente. A mendoni se Spaku është i pavarur nga pushteti pasi ka kërkuar dhe të heqë imunitetin? Absolutisht jo, nuk është i pavarur. Ju zoti Beqirisi komentoni këtë pjesë. Spaku faktikisht, ne kemi thënë edhe herë tjera, është një strukturë që u krijua me prokuror që ishin në sistem. Dikush ishte në rreth, dikush ishte prokuror në krimet e rënda dhe pastaj u krijua Spaku, erdhi në Spak. Ata janë të familiarizuar, domethënë me situatën dramatike, korruptive të sistemit gjyqësor në Shqipëri, por ishin më të mirë se të tjerët. Pra, ata e kaluan vetingun dhe nuk ishin si ata që ngelën domethënë në veting. Por një pjesë e tyre është e shantazhueshme. Pse? Se në një mënyrë, anë një tjetër kanë bërë dhe vetë pisleqe, edhe përjedhoj, kur bëm pisleqe, politika e ndyrë shqiptare, ajo t'i kujton, t'i ngre, edhe të anatemon vazhdimisht. Kështu që në këtë aspekt, Spaku, duam të pranojmë një pjesë e tyre, janë të varur nga politika, janë të varur nga shantazhet, janë të varur nga presionet që u bëhen. Dhe është kjo arsyeja që me gjithë një punë që filloi të bëhet, sepse duam të pranojmë ne, pandëshkueshmëria në këtë vend e ka marrë një goditje.
fakti që ke në burg një president, ish kryeministër, ish zvenc kryeministër, e kemi mas arresti, disa ministra i ke në burg, kryetar bashkish, drejtorie, sekretar të përgjithshëm të ministrive tjera, pra i ke në burg, do të thotë që pandëshkueshmëria, do më thënë, ka rënë në këtë vend, edhe drejt asaj që para ligjit jemi gjithë barabart, po ecim. Por janë hapat të ngadalta dhe SPAK përjedhoj nuk po orientohet dot ashtu si që duhet, edhe për shkak të këtyre pengesave që unë u thash juve që janë të shantazhueshëm, edhe janë njerëz që i hanë, do më thënë, presionet që u behen, por nga ana tjetër edhe ajo tradicionalja në thonjza e situatës që ka qenë e inkriminuar në sistemin e drejtësisë prej mjaft prej tyre që kanë qenë të korruptuar e të tjera, ajo bën të vetën edhe përjedhoi rezultatet janë të pakta, janë të vogla. Ju e pat perceptimin e shqiptarëve kur filloi SPAK-u në fillim që të bënte arrestimet në rang ministrash e të tjera. I vajti nami edhe nishani Dumanit në 90% u bë njeriu vitit. Shikojeni tani në sondazhet që janë bërë. 40% ka shkuar. Domethënë një rënje tepër drastike. Pse? Sepse ata prisnin që ky SPAK-u të çonte në gjyq 21 janarin. Nuk po e çon. Të çonte Gërdecin. Nuk po e çon, s'po merret. Të çonte 200 vrarët atje në Tropoj, familje në Aklajve që u shuaj gjitha. Nuk po e çon. Të çonte në gjyq firmat piramidale që u vodhën 4 miliardë më shumë, edhe i vodhën këta, do më thënë, politika i vodhi ato, edhe vranë edhe 3.000, bën dhe luftë civile, edhe nuk shko, nuk u morë SPAK-u me ta. SPAK-u, grushtin e shtetit të 14 shtatorit 1998, tani që i vajti ajo kallëzimi penal, SPAK-u thot, ka kaluar afati 20 vjetot, po mirë kur herë dhe ti në pushtet, ti e ke për detyrë ligjore ta thot ligjit fillosh çështje edhe kryesisht. Filloj ti kryesisht. Ato krimet e rënda që kanë ndodhur në këtë vend, filloj kryesisht ti. Filloj ti kryesisht edhe privatizimin e Alpetrolit, edhe privatizimin e Armos, edhe privatizimin e hidrocentraleve, edhe vjedhjen e Floririt, Krabës. Filloj kryesisht. Pse si fillon ti si SPAK ligjit ta lejon? Pse flet gjumë? Kurse SPAK-u faktikisht në këtë drejtim ka mangësi të mëdha. Përjedhoi, do më thënë, nuk po justifikon atë besim të madh popullit, po dhe ajo reforma në drejtësi nuk po jep efektet e duhura edhe atë qëllimin për të cilin u bë gjithë kjo sakrificë. Këtu e kam fjalën që SPAK, do më thënë, duhet jetë në rolin e vet, nuk është në rolin e tij. Edhe këto që ka bërë, se bje fjala ne themi që jo ka arrestuar një kryeministër, ish kryeministër edhe kanë tani e ka me një mas tjetër sigurimi, po e ka çuar në gjyq e tjera. Duhet parë përfundimet, si do përfundojnë këto çështje të gjitha. Pra këto që ka hapur SPAK, mirë tjerat që s'po merret, po këto si do i përfundoj. Pra, çfarë rezultati do ketë? Me rezultate matet puna, por në rast se të gjitha hidhen poshtë, atëre ku jemi as gjakundi, se bje fjala incenerator u Bernami, edhe s'ka asnjë burg, kanë dalë në burgu. Ata do kaloj dhe tek ju, Zoti Islami, në këto momente. Zoti Islami, çfarë ndodh nëse nuk hiqet imuniteti i zëvendës kryeministrit Belina Balluku? Atëre kemi grushteti. Pse grushteti, mo? Ku do bëj grushteti jo? Ajo populli shqiptar do bëj grushteti se ka zgjedhur një parlament e shqiptarëve, mo, i zgjedhur me votë. Jo se e dim si zgjedhur, leri ato, se e dim si zgjedhur. I dim zgjedhjet, i dim. Po përrej dhe mund si do bëj grushteti shteti vetë. Që do qenë me të rjetën, po dëgjoj zotërisht, i nderuar gazetar. Më thuaj. Më dëgjoj me vëmendje se tani u papuna e bëjmë me ndërprerje se nuk vjet kohë për po jo po dëgjoj ja po flasun tani po dëgjoj unë. Debat qytetar Islami. Zoti gazetar. Është drejtori i fjalës. Pushteti ekzekutiv kundërshton vendimet e drejtësisë, atëherë kemi grushteti të pastër të mirëfillt, nuk e kemi me tanke. E kemi tamam grushteti, dy segmente të shtetit kundërshtojnë njëri tjetrin. Dhe kur këtë kundërshtim e bën
ekzekutivi, pra e bën kryeministri që ka gjithçka në dorë, atëre Groshishtetit nuk është në ëndër, është real, është i saktë. Pra këtu që të dalë kryeministri dhe të bëj të pamundur për të mbrojtur me mënyrat më të pista, më të pandeshme hajdutin e tij, dhe që nuk ka lënë epitet pa i thënë siç po dalin tani që në komunikimet e tyre, nuk ka lënë epitet të ndyrë. Gjithçka i ka thënë, ajo quajti palloshe, quajti rako e tjera, pra kemi të bëjmë me një pushtet tërësisht të korruptuar, tërësisht të përçudnuar, antikombëtar, antishqiptar, vërtetojnë këto dhe nga vendimi, nga ligji që miratoi ky me nder parlament i pështir, parlament kurvash dhe kurvarës që miratoi ligjin e gjinive, njës gjinit, dalë unë tani e të them jam famër. Ky është parlamenti shqiptar. Po se ka lexuar fare atë ligje. Ai se ka lexuar fare atë ligje, ja se di fare çfarë është përmbajtja e atij ligji. Po ashtu i ka thënë aty janë sepse ai nuk di ta lexojë, edhe po ta lexoj se kupton. Dijon, po kjo është një gjuhë që nuk i takon një juristi aq më shumë një avokati që ka etikë, edhe morale, edhe profesionale, kështu që është gjuhë e keqe shumë. Kryeministri nuk e ka marrë në mbrojtje. Kryeministri në rastin konkret po bën një detyrë kushtetuese që i takon çdo kryeministri të botës e bën një tillë. Kur shikon që një pushtet tjetër të ndërhyn në pushtetin tënd dhe ti për këtë gjë i drejtohesh asaj që je interpreton kushtetutën e vendit dhe jesh gjykata kushtetuese, vendimet e cilës janë ligj, pra zbatohen detyrimisht pastaj, kjo nuk është grup shteti, kjo është respekt i institucionit. Po respektoj gjykatën kushtetuese, të ma interpretoj. Tha gjykata kushtetuese që është anti-kushtetues, do ta zbatoj një për një. Tha që është kushtetues, do ta zbatoj një për një. Kështu që në këtë drejtim është pa logjikshme që veprimet ligjore, veprimet institucionale ti konsiderosh të tilla. Tani, çfarë do ndodhi po mos të japi parlamenti heqjen e imunitetit. Është detyrë edhe në të drejtën e tij, e ka të drejtë ekskluzive me kushtetut parlamenti që ta heqi ose mos ja heqi imunitetin. Në rast se parlamenti bindet që për heqjen e imunitetit ka vend, domethënë që duhet bërë një gjë të tillë, edhe nuk ka asnjë lloj shkelje ligjore, edhe nuk vjen asnjë lloj pasoje prej saj, ja heq imunitetin dhe thot vazhdo punën prokurorisë. Në rast se shikon që në aktet janë paraqitur, në provat që i jepen, në qëndrimin që mbahet, ka veprime antiligjore, ka ndërhyrje të padrejta të një pushteti tjetër, siç është një prokuror apo një gjykatës, për të futur hundët atje në një pushtet tjetër, sepse pushtetet janë të ndara, parlamenti thotë hapur e ke rrugën për ta hetuar, hetoje si të doj qefi ty, qoje në gjyq për çka krime ka bërë, por nuk ta jap atë vendimin edhe nuk ja hap rrugën marrjes së imunitetit, se e shikoj që është tendencioze, është hakmarrëse, është primitive dhe nuk duhet lejuar kurrë në kurs një prokuror apo një gjykatës të dalin mbi vullnetin e popullit shqiptar, mbi vullnetin e të zgjedhurve, sepse ndryshe pastaj kjo do të ishte mafje e rrezikshme që vret këdo edhe voton prokurori edhe gjykatësi, pastaj nuk voton me populli shqiptar. Të beka gjemën prokurori dhe gjykatësi. Jo, prandaj është parlamenti, prandaj është organi ligjvuz, ti veri frera. Voton cili popull? Ai populli i dosës 184, ai voton. Ku ti thua ti me këtë tallesh ti? Po me shqiptarë të tallesh do. Hidhur në vade korab nashi, na këtu do të Tiranë iket e korabi te Shkopis. Jo, ato në vot, ai ishte. Mirë zaçë, mirë të ketë zaçë. Zoti Islami, të lutem tani, se po t'japim kohë dhe do të drejtoj një pyetje në këto momente. Zoti Islami, pse nuk e jep kuvendi USB-n me dosjen Balluku? Pse pretendon kuvendi se është dosje sekrete kjo? Jepni një shpjegim të lutem.
Po kuvendi ishte tëri komanduar nga Edi Rama, mo kjo është pyetje që ka përgjigjen brenda. Po jo, se kuptove do të pyetjen tjera, nuk është problemi se s'po e jep dosje kuvendi që nga u komando ka Edi Rama, se Lenamo tërsi. Flitet fjala që s'po e jep dosje SPAK-u kuvendit, është e kundërta. Do me thënë, SPAK-u nuk po i jep dokumentet kuvendit. Këtu është fjala. Kështu që tani ka një problem, këtë pyetje që më bërë. Për pyetjen që bëtë, SPAK faktikisht nuk është i detyruar që t'ja japi kuvendit gjithë materialit që ka dosja, se dosja ka dhe sekrete brenda. Tjetër punë që SPAK-u e ka, do më thënë, e ka ullur shumë vetën e vetë, i ka ullur shumë kredencialet e veta dhe në sytë opinionit, sepse nga dosja që i kanë hetimin që janë sekret, a i nëzirë sekretin. E nëzirë sekretin hetimor, nuk duhet dalë sekretin hetimor. Me punëtor partije nuk duhet debatoj fare. Me komunistë të pari në vushëm. Po dëgjova dy një fole, edhe përgjigjen ti. Po i që me të lap të ditën, zoti gazetar, Zoti Islami, ju lutem, ju ndërtova pyetjen, ju lash hapësirën tuaj, ju dhe u shpejt në edukata jote, o zaçe, problemi është që unë ta bëra favorin tyja, pranova të rrim debat me tyja, që në debat me tyja është qatë mund tyja, të ullun ashti profesionin tim të vite tyja, më marrë të mordja. Ti ndaj e beqirit të bësh debat me mua, ta kesh përnder. Ti me tyja. Po rrio zaçe në që kërë bere juristi o zaçe. O zaçe, na i tregon do të libres dhe nota dhe zaçe, ke mbana i shkolla po s'ke bërfare. Qa shkollë e bere? Ke shkollë? Ke shkollë ke bere? Bravo. Lutem tani. Bravo. Po ke shkollë ke bere? Ju lutem mos të kalojmë nga njëra temë në tjetër. Rrio zaçe. Ju lutem. Zoti gazetar. Zoti Islami, po do të drejtoj pyetjen, ju lutem, më dëgjoni, O menaxhoj emisionin ose i ka unë, miropash. Ju lutem. Po jo po garmeze ti i kur je me këto që po thuaje i kur ti Zoti Islami, po ju drejtoj pyetjen. Zoti Islami, ju lutem. Në këtë moment e u largua Zoti Islami, nuk e po sepse për çfarë flasim ne, që është ku ashtu është niveli ult. Këta njerëz, domethënë ju i merrni si zhurmues, sepse ai përveç zhurmuesit nuk di të bëjë gjë tjetër. Edhe këtë zhurmues bën gjithandeja, mirë po disa media e kanë problem të madh, domethënë këtë klikimet, edhe këta njerëz kanë edhe këta të pjesën e vet, domethënë të rrugës që i klikojnë këta. Edhe u jepet në një farë rëndësie, po është gabim i madh shumë, sepse duhet shqiptarët i edukojnë me tjetër gjë, sepse janë shqiptarë që po shkojnë Bashkimin Evropian dhe duhet vënë me ligj, duhet vënë me rregull, duhet vënë me institucione, duhet vënë jo t'i quajnë të tëra, domethënë pisllëqe, parlamenti, Berigru shteti, këto janë gjëra të rëndomta që nuk shkojnë. Bëma pyetjen. Pa diskutime do vazhdojmë akoma intervistën së bashku. Zoti Islami doli nga kjo bisede jona, të nderuar shikues, por ne do kalojmë pa diskutim në intervistën tonë të ditës ku do të vazhdojmë sërish me avokatin Idajet Beqiri. Zoti Beqiri, çfarë ndodh nëse heqja e imunitetit të Ballukut merr vendimin nga Kuvendi i Shqipërisë? Në rast se Kuvendi i Shqipërisë do thotë që t'i hiqet imuniteti, ta lerit lirë organin e akuzës të veproj, atëre prokuroria, SPAK-u domethënë, do i bëj një kërkesë gjykatës, GKK-os, dhe do kërkoj ndryshim në masë sigurimit. Do t'i thot asaj, bie fjala që ndaj saj të merret masa e arrestit me burg. Është gjykata ajo që do ta shkyrtoj këtë masë sigurimi, që do thot, do propozoj, domethënë, do kërkoj SPAK-u dhe gjykata mund të thotë jo, bolle ka atë masë që i ke dhënë, për mos dalja shtetit edhe jarëzon prokurorisë. Në rast se parlamenti nuk e miraton këtë kërkesë të prokurorit, po i thot që është tepërt, domethënë kjo kërkesë nuk shkon, shikojmë element jo ligjor brenda saj, po shikojmë element subjektiv, shikojmë ndikim të pa drejtë edhe mbi ty SPAK, shikojmë papjekuri tek ty e të tjera. Atëre i thot që nuk ta jap këtë, domethënë heqjen e imunitetit saj për të marrë një mas tjetër sigurimi, por kjo nuk e ndalon SPAK-un as pak që të vazhdojë hetimin, siç u thash, edhe ta çojë në gjyq edhe të dënohet ajo për çfarë ka bërë. Pra gjithmonë edhe kjo kërkesë është në kuadrin e masës së sigurimit që po e çon dhe nuk ka
Kjo je. Dhe gjasa më shumë ka, në rast se do pyetesha unë, edhe do isha unë deputet, unë s'do të jepja kurrë në kurrës votën për të hequr imunitetin, sepse e shoh hapur që jo vetëm është në shkelje të ligjit, jo vetëm është në kundërshtim, edhe i bjen ndesh edhe vendimit gjykatës kushtetuese, se duhet ta presësh ti vendimin e gjykatës kushtetuese, ne edhe në çështje të tjera gjyqësore vjen kur ngre një palë dhe thotë që dua të zgjidh të çështje në gjykatë. Dhe dikush ngrihet dhe thotë, kjo çështje është një shkallë tjetër gjykimi dhe që afron me këtë. Të zgjidhet njëra jo thonë e apelit, pastaj vazhdojmë neve këtu, ose për ta bërë më të qartë. Sepse dëgjova ca gazetar sot që thonë do bëhet nesër gjyqi në apel për masën e sigurimit që janë dhënë 2 masat për Belinda Ballukun, edhe të shikojmë çfarë do vendosi nesër gjykata e apelit për këto masa që janë marrë ndaj saj, se ka bërë ajo ankimesh kundër këtyre masave. Çfarë do bëjë nesër gjykata e apelit? Gjykata e apelit do bëjë nesër pezullimin e shkyrtimit të çështjes. Nuk e shkyrton dot çështjen nesër, sepse do presi vendimin e gjykatës kushtetuese. Kur gjykata kushtetuese të marrë vendimin e thotë, është në përputhje me kushtetutën pezullimi nga detyra apo nuk është, atëre i lindë drejta gjykatës apelit që atje, domethënë ka ankimin përpara dhe do t'i thotë do mbaj qëndrimin që do mbaj gjykata kushtetuese. Kështu që në çdo lloj pikpamje pra e kam fjalën, ky vendim dhe ky nxitim i SPAK-ut nuk duhet toleruar, nuk duhet hapur rruga për veprimet saj natyre, se po u hap rruga, atëre ne këtu do krijohet tamam, jo perceptim me pasaj, po do bëhet dhe de facto që Shqipëria ka nga Republike disa prokurorëve, të cilët mund t'i shantazhosh, mund t'i blesh, edhe koca voton populli shqiptar, sepse s'pas ka me pasaj as parlament, as deputet, as pushtet legislativ, s'pas ka me qeverisje, kryeministri me qeverinë vetë nga kukla e tjera. Kjo nuk do të thotë se po mbrojmë korrupsionin. Korrupsioni do luftohet, po do luftohet me mjetet ligjore, jo që të shkelësh liritë dhe drejtat e cili do në këtë vend. Do t'i respektosh ato në maksimum. Kështu që jam i bindur që parlamenti nuk duhet t'ja japi SPAK-ut heqjen e imunitetit, nuk duhet ta miratoj këtë vendim. A mendoni se Shqipëria është po hyn në një fazë ku askush nuk është mbi ligjin? Shpejt akoma është në këtë drejtim, nuk jemi akoma në këtë fazë, nuk jemi për arsyet që unë thash juve se çfarë janë, edhe vetë SPAK-u çfarë përberje ka dhe sa indikueshëm është, sepse duam ta pranojmë, domethënë ne do themi dhe, domethënë duhet t'i themi të vërtetat. Nuk do të thotë kjo që bie fjala as vend kryeministria në morinë e punëve jashtëzakonisht mira që ka bërë duhet vjedhi. Në asnjë mënyrë. Në rast se ka vjedhje, akuzoje dhe çoje në gjyq. Po e çon për këto tendera, domethënë, ka shkelje në tendera. Edhe kjo bëhet tamam me prova, me fakte, me tjera, jo me rrugë. Se për shembull ne dëgjojmë tani që thonë 50 milion u vodhën. Po se zhvjedhur se nuk thot SPAK-u vet, që po kërkon edhe t'i heqë imuniteti, nuk e thot vjedhje. Këtë gjë nuk është vjedhje. Kështu po thot SPAK-u, tani për tani. Domethënë këtë, edhe dyta nuk është shifra 50 milion. Por që nga 12 milion. A është e vogël 12 milion? Jo, s'është e vogël. Katastrofë është edhe 12 milion. Po gjithsesi, domethënë këto gjëra nuk bën me hamendësi, nuk bën me çfarë thot njëri e çfarë thot tjetri, nuk bën me inate, nuk bën me pozicione politike, por lihet SPAK-u ta hetojë siç duhet çështjen, edhe ti vendosi në sit atje mirë, ta sisi mirë dhe ta nxjerrë neve një miell që me të vërtet të hahet edhe këtu në Shqipëri në gjithë instancat gjyqësore, po të hahet edhe në Strasburg dhe mos na kthehet në bumerang që gjoja i dënuam dhe pastaj na dalin të pafajshëm tjetër vend, edhe paguam edhe demen si shtet shqiptar nga proceset e parregullta ligjore që bëjmë. Kështu që e gjithë situata këtu është dhe në këtë drejtim ne faktikisht po shikojmë që SPAK-u ende nuk është në pozitat e duhura, nuk është pozitat e duhura, nuk po e tregon veten. S'po e tregon veten sepse deri më sot
na gjykimet që janë bërë, nga çështjet që kanë shkuar në gjyq, kemi të bëjmë vetëm me ca çështje të cilat SPAK-u i gjen te telefoni. Domethënë, ka ndonjë përgjigje, ka ndonjë mesazh apo nuk ka ndonjë mesazh. Edhe këto pastaj bëjnë turpin ata që i marrin, pa u dhënë akoma masa e sigurimit për Belinda Ballukun, që t'jepësh masa e sigurimit dhe jep gjykata. Kur nuk kesh dhënë akoma masa e sigurimit, presupozohet që dosja është në SPAK. Dhe SPAK-u është hermetik, është sekreti i sekreteve. Nuk del gjëqja aty. Kurse pa vajtur çështja në gjyq, dualën të gjitha bisedat telefonike apo çfarë ishin mesazhet, dualën në mezhlis. Kush i nxori mezhlis? Përveç hetuesit BKS, edhe përveç prokurorit të SPAK-ut. S'ka tjetër se ata dy e kanë dosjen. Pse i nxoret ti marri vesh populli e tallet, populli është jo i tham pallosh, jo i tha kështu, lodra që s'kan lidhje këto me ligjshmërinë e procesit e tjera. Po këto janë për të bërë gallat zaçja me shok. Atëre në një situatë të tillë, pra, ti si SPAK, nëse nuk godet vetveten, ke marr fund, je i pabesueshëm. Pse se arrestove këtë hetuesin e SPAK që nxori sekretin? Pse se arrestove këtë prokuror që nxori sekretin? Po të ka dalë sekreti edhe herë tjera. Pse s'merr masa ndaj këtyre ti? Po ty të doli hapur gjyqtarja e apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që i hoqi masën e arrestit me burg, pa afat Jamarbër Maltezit, e çoi në arrest shtëpie dhe i doli që tek Jamarbër Maltezi kishte bler shtëpinë, edhe kishte bler 70% më lirë apartamentin atje. Pse se arrestove gjyqtarët ti që kish konflikt interesi? Ti si SPAK? Po ti pos bëre veprime se natyrë i pabesueshëm. Për të mos thënë pastaja që ky prokurori Prençi, domethënë, është i shantazhueshëm. Ka bërë ky një faj jashtëzakonisht të rënd dhe ja tund Saliu te hundët në mëngjesin darkët, edhe ky tani bëri këtë veprim. Me ngut e bëri këtë veprim se e di që parlamenti mundet mos ja miratoj atë që bëri për t'i hequr imunitetin kësaj zvensk kryeministre dhe deputete, pra mos ja heqë imunitetin deputetes, është i bindur dhe ai vetë që mundet të jepet një mas kundër tij, por ai thot zhurmën e bëra o Sali thot. Unë thot ti ta dhash armën ty që të thuash SPAK-u do t'i arrestoj edhe do të luftoj korrupsionin, Partia Socialiste po i mbron të korruptuarit se nuk më jep mua imunitetin. Bëj zhurmë tani sa të mundesh o Sali se ta dhash armën unë. Nuk është kjo, nuk janë këto organet ligjore edhe ligjzbatuese të Shqipërisë. Këto janë lodra të rrezikshme, edhe këto nuk e ndihmojnë Shqipërinë dhe shqiptarët, edhe shtetin ligjor, edhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Reagimin e mazhorancës si e shihni zoti Beqiri? Po s'ka reaguar akoma, problemi është kur të vejnë në parlament do ta shikojmë. Çfarë vendimi do marrin ata? Po deri tani qëndrimet që kanë mbajtur për mua, domethënë janë ligjore, s'po mbrohet. S'po mbrohet, ky është nga mbrojtje. Mbrojtje që nga të mbrosh institucionin, që unë të them tyja që pushteti gjyqësor s'ka drejt pezulloj një antar qeverie. Pse? Se thot kushtetuta e Shqipërisë për mas sigurimi, apo për pezullim nga detyra. Si e thot? E thot që ta barazon tyja imunitetin e deputetit me ministrin. Derisa e barazon, ta sqaroj gjykata kushtetuese. Ka drejt apo s'ka? Ku ta kërkoj këtë kryeministri i vendit? Ai pushtet që ne kemi zgjedhur, i kemi dhënë 83 mandate. Ku do rrëzoj veten? Po si do rrëzohet vetja në ashtë, dhe do triumfoj një vendim i pa drejt i gjyqtari atje. Edhe pasaj roft vendimi i këtij gjykatësi edhe na bjeri Republika. Po në asnjë mënyrë, institucionet duhet të respektojnë njëra tjetrën dhe nuk duhet ndryhojnë në pushtetin e njëra tjetrës, ndryshe bëhet katrahur vendi. E kuptoj. Zoti Dajtok ne falenderoj që ishit i pranishëm ditën e sotme në intervistën e ditës tonë në Dritare Televizion. Faleminderit zot Beqiri. Faleminderit për jush. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund dhe për ditën e sotme në intervistën e ditës ku ju kërkojmë ndjesë për tonet e ngritura të zërit. Ju faleminderit dhe miru takofshin në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.